Horoskopi ditor e hënë 2 qershor 2025. Horoskopi ditor i Dashit 2 qershor 2025. Dashi, sot mund të ndjeni një rritje të energjisë ndërsa hëna është në trigon me Marsin, planetin tuaj sundues. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të marrë me detyra që kërkojnë energji fizike dhe iniciativë. Në jetën tuaj profesionale, vendosmëria do të jap fryte. Por keni kujdes që të mos dukeni tepër agresiv. Është një ekuilibër i mirë, por me ndikimin pozitiv hënor, intuita juaj do t'ju udhëheq. Në frontin personal, mund ta gjeni veten në qendër të vëmendjes në tubimet shoqërore. Përdorni sharmin dhe zgjuarsinë tuaj për të krijuar lidhje kuptimplote. Në marrëdhënie, ndershmëria do të përmirësojë raportin tuaj me të dashurit. Por sigurohuni që të jeti zbutur me empati. Ushtrimet fizike favorizohen sot. Merrni në konsiderat kanalizimin e vitalitetit tuaj në një stërvitje sfiduese. Mos harroni të merrni momente për të marrë frymë dhe për të reflektuar për të ruajtur fokusin tuaj gjatë gjithë ditës. Në përgjithësi, 2 qershori ofron Dashit një fushë dinamike për të shfrytëzuar energjinë e tyre në mënyrë produktive dhe me qëllim. Horoskopi ditor i Demit 2 qershor 2025. Demi, shijoni një ditë harmonike me Venusin, planetin tuaj sundues, i cili është i aspektuar bukur nga Saturni, duke siguruar stabilitet dhe mbështetje. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të përqendruar në qëllimet financiare afatgjata. Konsideroni detajimin e planit tuaj të kursimeve ose vlerësimin e mundësive të investimit. Këmbëngulja e qëndrueshme do të çojë në rezultate të favorshme. Në marrëdhënie sot ndihet veçanërisht mbështetëse. Është një kohë e mirë për të forcuar planet ose për të shprehur angazhimin. Komunikoni hapur me partnerin tuaj në lidhje me aspiratat e ardhshme. Në frontin e punës, bashkëpunimi është i theksuar. Përpjekjet e ekipit mund të çojnë në përparim të konsiderueshëm. Kështu që mos hezitoni të ofroni kontributin tuaj. Në aspektin shoqëror, mund të gjeni gëzim duke u lidhur me miqt, duke ndarë histori dhe duke ngrënë së bashku. Kushtojini vëmendje sinjaleve delikate në biseda. Ato mund të ofrojnë njohuri për peizazhin tuaj emocional. Merrni një moment për veten tuaj në mbrëmje. Ndoshta kënaquni me një argëtim të preferuar. Kjo do t'ju mbush shpirtin për ditët në vijim. Horoskopi ditor i Binjakëve 2 qershor 2025. Binjakët me Merkurin, planetin tuaj sundues, në një pozicion të favorshëm, qartësia mendore është e bollshme sot. Bisedat rrjedhin pa probleme, duke e bërë atë një ditë ideale për rrjedhim ose zgjidhjen e çdo keqkuptimi. Aftësitë tuaja të komunikimit janë në kulmin e tyre. Prandaj përdoreni këtë në avantazhin tuaj. Veçanërisht në mjediset profesionale ku dialogu i qartë është çelësi. Kreativiteti është gjithashtu i theksuar. Mos hezitoni të ndani idetë tuaja inovative. Në marrëdhëniet personale, merrni kohë për të angazhuar thellë. Kurioziteti juaj natyror do të vlerësohet dhe do të kthehet. Në një front personal, kushtojini pak kohë shkrimit ose shënimit të mendimeve tuaja në ditar. Kjo mund të çojë në njohuri të papritura. Ndërsa dita përparon, kërkoni aktivitete që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin, merrni në konsiderat një libër të ri ose një enigmë sfiduese. Ata përreth jush do të tërhiqen nga shpirti juaj i gjallë, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për aventura shoqërore ose dalje spontane. Përqafojeni këtë energji të gjallë dhe lejoni që natyra juaj kureshtare të udhëheqë udhëtimin tuaj sot. Horoskopi ditor i Gafores 2 qershor 2025. Gafore, rreshtimi i hënës me Neptunin rrit intuitën dhe vetëdijen tuaj emocionale sot. Kushtojini vëmendje ëndrave dhe ndjenjave tuaja të brendshme. Ato mund të përmbajnë njohuri të vlefshme. Kjo energji mbështet përpjekjet krijuese, duke e bërë atë një ditë të përsosur për ndjekje artistike ose për të forcuar lidhjet emocionale me familjen tuaj. Në fushat profesionale, ndërsa mund të preferoni të përmbaheni rutinave të njohura, merrni në konsiderat eksplorimin e zgjidhjeve imagjinative për problemet e vjetra. Njohuritë tuaja empatike mund të frymëzojnë shokët e ekipit dhe të hapin shtigje të reja. Në frontin shtëpiak, mund të ndjeni një dëshirë për të zbukuruar mjedisin tuaj. Edhe ndryshimet e vogla mund të përmirësojnë dhe gjallërojnë hapësirën tuaj. Bisedat e thella me të dashurit do të sjellin qartësi dhe mirëkuptim, duke forcuar marrëdhënie. Mos harroni të lini mënjan kohë për kujdesin ndaj vetes. Ndoshta një banjë qetësuese ose një seancë meditimi për të ruajtur ekuilibrin emocional. Me energjinë e hënës që ju udhëzon, besoni zërit tuaj të brendshëm dhe lejojeni atë të ushqejë rrugën tuaj. Horoskopi ditor i Luanit 2 qershor 2025.
Luani, dielli shkëlqen shkëlqyeshëm në shtëpinë tuaj të lidhjeve shoqërore sot, duke ofruar energji të gjallë për tubime dhe aktivitete në grup. Aftësitë tuaja të lindura udhëheqëse do të njihen dhe festohen, qoftë në shtëpi apo në punë. Përpjekjet për rrjedhim janë veçanërisht të frytshme. Prandaj shfrytëzojeni këtë mundësi për të krijuar partneritete të reja ose për të thelluar aleancat ekzistuese. Në çështjet e zemrës, aura juaj karizmatike i tërheq njerëzit drejt jush, duke rritur takimet romantike. Megjithatë, sigurohuni që pasioni juaj i zjarrt të mos i errësojë nevojat dhe dëshirat e të tjerëve. Financiarisht, sot ofron mundësi për të diskutuar planet dhe investimet e ardhshme. Jini të guximshëm por të kujdesshëm. Fizikisht, vitaliteti juaj është i lartë. Merrni në konsiderat një aktivitet tërheqës në natyrë që përputhet me gjallërinë tuaj. Ndërsa dita zhvillohet, mos harroni të balanconi energjinë tuaj të jashtme me reflektimin e brendshëm. Dhënia e vetes momente paqeje do të mbështesë zjarrin tuaj krijues për periudha më të gjata. Shfrytëzoni energjitë optimiste dhe të gjalla që ju rrethojnë, duke e bërë 2 qershori një ditë progresi dhe pozitiviteti. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 2 qershor 2025. Virgjëresha, konfigurimet astrale të sotme përmirësojnë aftësitë tuaja analitike, duke mprehur fokusin tuaj dhe duke mundësuar zgjidhjen e problemeve me saktësi dhe efikasitet. Kjo është një kohë ideale për të trajtuar projekte komplekse ose për të organizuar detyrat që i keni shtyrë. Kushtojini vëmendje detajeve në vendin e punës, ku qasja juaj e kujdesshme mund t'i bëjë përshtypje kolegëve dhe e prorëve. Në frontin shtëpiak, rishikimi metodik i financave dhe rutinave shëndetësore mund të çojë në përmirësime të rëndësishme. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i qartë. Jini të drejtpërdrejt në lidhje me nevojat dhe qëllimet tuaja të ardhshme. Miqt dhe të dashurit do ta vlerësojnë ndershmërinë dhe vëzhgimet tuaja të menduara mirë. Përfshini disa praktika të vetëdijes për të ruajtur ekuilibrin mendor dhe qartësinë. Ndërsa lundroni gjatë ditës, merrni në konsiderat të lini më një kohë për një hobi ose zanat. Ai do të shërbejë si një mundësi efektive për kreativitetin tuaj dhe do të ofrojë relaksim. Me kozmosin që rreshtohet për të mbështetur natyrën tuaj të mpret, 2 qershori ju fuqizon të kryeni detyra me efikasitet dhe të shijoni kënaqësi të merituar. Horoskopi ditor i Peshores, 2 qershor 2025. Peshorja, harmonia është ylli juaj udhërfyes sot, ndërsa Venusi sjell një ndikim të butë dhe balancues në jetën tuaj. Aftësitë tuaja diplomatike shkëlqejnë, duke i bërë negociatat ose përpjekjet për ruajtjen e paqes të suksesshme, qoftë në marrëdhënie personale apo në mjedise profesionale. Përfitoni nga kjo ditë për të zhvilluar diskutime të rëndësishme, veçanërisht ato që përfshin kompromis. Rreshtimet planetare gjithashtu favorizojnë shprehjen artistike. Kënaquni me aktivitete që sjellin bukuri dhe gëzim në mjedisin tuaj, duke rritur ndjeshmëritë tuaja estetike. Angazhimet shoqërore ka të ngjartë jenë të dobishme, pasi ndiheni veçanërisht simpatik dhe të sjellshëm, duke i bërë ndërveprime të këndshme dhe reciprokisht ngritëse. Financiarisht, peshoni me kujdes opsionet tuaja para se të merrni vendime. Ekuilibri është çelësi. Kushtojini vëmendje kujdesit për veten, duke zgjedhur teknika relaksimi që rivendosin ekuilibrin si të mendjes ashtu edhe të trupit. Ndërsa dita përparon, mbani një mendje të hapur dhe lejoni që valët e kreativitetit dhe harmonisë të frymëzojnë fillime të reja. Përqafoni energjitë qetësuese dhe lejojini ato të udhëheqin hapat tuaj drejt ekuilibrit dhe përmbushjes në këtë ditë premtuese. Horoskopi ditor i Akrepit, 2 qershor 2025. Akrep, intensiteti juaj rritet sot, ndërsa Marsi amplifikon dëshirat dhe ambiciet. Përdoreni këtë energji për të përballur me sfidat përballë në vendin e punës. Aftësia juaj strategjike shkëlqen, duke sjell potencialisht përparim në projektet në vazhdim. Kolegët mund të kërkojnë njohuritë tuaja, duke vlerësuar thellësinë dhe perceptimin tuaj. Në arenat personale, jini të vetëdijshëm për rrymat emocionale midis jush dhe atyre më të afërt. Dobësitë mund të shfaqen duke kërkuar ndershmëri dhe dhëmshuri. Ndjekjet romantike intensifikohen, duke ofruar një shans për të thelluar lidhjet përmes dialogut të hapur. Çështjet financiare kërkojnë përmbajtje sot. Shmangni vendimet impulsive dhe zgjidhni një rishikim të plot në vend të kësaj. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete fizike që lejojnë çlirim dhe rigjenerim. Konsideroni të largoheni nga rutina për të ndërmarrë një aventurë që sfidon mendjen dhe trupin tuaj. Reflektoni mbi motivimet tuaja më të thella sot, duke përdorur këtë energji intensive për të nxitur aspiratat tuaja.
duke ruajtur një ekuilibër midis introspeksionit dhe veprimit efektiv. 2 qershori pritet të jetë transformues, ndërsa shfrytëzoni pasionin dhe shfrytëzoni atë për rritje. Horoskopi ditor i shigjetarit, 2 qershor 2025. Shigjetari, indikimet planetare të sotme ftojnë perspektiva të reja dhe mendim të gjerë. Rreshtimi me Jupiterin hap mundësi për të mësuar dhe eksploruar, qoftë përmes udhëtimeve apo ndjekjeve intelektuale. Është një kohë e favorshme për të angazhuar në aktivitete që zgjerojnë horizontet dhe sfidojnë pikpamjet konvencionale. Angazhohuni me kultura ose pikpamje të ndryshme, duke pasuruar përvojën dhe bazën tuaj të njohurive. Ndërveprimet shoqërore ka të ngjarë të jenë stimuluese, duke ju tërhequr në diskutime dhe debate të gjalla. Në çështjet e karrierës, idetë inovative janë të mirëpritura dhe ka të ngjarë të merrni mbështetje për sipërmarrje që përfshin rrezik dhe risi. Financiarisht, tregoni kujdes, pasi impulsi për të shpenzuar shumë për aventura është i fortë. Ekuilibri është çelësi, planifikoni me mençuri për të siguruar stabilitet ndërsa ndiqni emocionet. Aktivitetet fizike që ju gjallërojnë janë të favorizuara. Merrni në konsiderat eksplorimin në natyrë për të shuar etjen tuaj për të udhëtuar. Përqafoni entuziazmin për jetën që premton kjo ditë dhe lëreni atë të udhëheq drejt zbulimeve kuptimplote dhe përvojave të pasura, duke krijuar kujtime të gëzueshme gjatë udhëtimit. Horoskopi ditor i Briciapit, 2 qershor 2025. Briciap, disiplina dhe këmbëngulja janë aleatët tuaj sot, ndërsa Saturni u jep energjinë e tij stabilizuese përpjekjeve tuaja. Përqendrohuni në qëllimet dhe strategjitë afatgjata, qoftë në karrierë apo në projekte personale. Klima kozmike mbështet përqendrimin dhe angazhimin, duke e bërë atë një ditë ideale për të rafinuar planet dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e tyre. Në punë, aftësitë tuaja udhëheqëse dhe organizative janë të spikatura, duke përgatitur potencialisht terrenin për arritje të konsiderueshme. Në marrëdhëniet personale, diskutimet praktike rreth planeve të ardhshme mund të forcojnë lidhjet. Financiarisht, merrni në konsiderat shqyrtimin e investimeve ose planeve të kursimit për rregullime të mundshme. Kreativiteti mund të kërkojë një qasje të strukturuar, duke lejuar që idetë inovative të marrin formë dhe të lulëzojnë. Gjeni kohë për vetëreflektim, duke vënë re se si ambiciet tuaja përputhen me veprimet dhe aspiratat e përditshme. Aktiviteti fizik me një orar të caktuar ofron përfitime shëndetësore dhe qartësi mendore. Ndërsa yjet ju udhëzojnë rrugën, besoni në procesin e përparimit të qëndrueshëm dhe arritjeve të qëndrueshme, duke mbajtur një sy në pamjen e përgjithshme, ndërsa kujdeseni për detaje. Horoskopi ditor i Ujorit, 2 qershor 2025. Ujori, rreshtimi i yjeve sot inkurajon inovacionin dhe të menduarit jashtë kornizave. Urani nxit anën tuaj krijuese, duke ju ftuar të eksperimentoni me ide dhe zgjidhje të freskëta. Në jetën tuaj profesionale, merrni në konsiderat propozimin e qasjeve jo konvencionale ndaj sfidave. Kolegët tuaj mund të frymëzohen nga vizioni dhe përshtatshmëria juaj. Në frontin personal, mund të ndiheni të detyruar të shkputeni nga rutina, duke kërkuar përvoja të reja që fuqizojnë shpirtin tuaj. Mbledhjet shoqërore ose projektet bashkëpunuese mund t'ju prezantojnë me perspektiva të ndryshme, duke pasuruar botëkuptimin tuaj. Marrëdhëniet përfitojnë nga mendjehapuria dhe bisedat e sinqerta rreth aspiratave të ardhshme. Financiarisht, keni kujdes nga vendimet impulsive. Në vend të kësaj, përqendrohuni në strategji afatgjata. Shëndeti dhe mirëqenia përmirësohen duke eksploruar praktika dhe trajtime alternative. Ndërsa dita përparon, balanconi kërkimin tuaj për risi me momente qetësie të brendshme dhe reflektimi. Besojini perspektivës suaj unike për t'ju udhëhequr drejt përpjekjeve të përmbushura, duke transformuar të zakonshme në të jashtëzakonshme me talentin tuaj shpikës. Horoskopi ditor i Peshqve, 2 qershor 2025. Peshqit, prania e hënës rrit vetëdijen tuaj emocionale dhe empatin sot, duke ju lejuar të lidheni thellë me ata përreth jush. Besojini intuitës suaj në lundrimin në marrëdhënie, pasi ndjeshmëria juaj natyrore ofron depërtim në nevojat dhe emocionet e të tjerëve. Ndjekjet artistike dhe krijuese favorizohen, duke ofruar një rrugdalje ideale për imagjinatën dhe ëndrat tuaja. Profesionalisht, merrni në konsiderat përdorimin e natyrës suaj të dhëmshur për të ndërmjetësuar konfliktet ose për të ofruar mbështetje, duke rritur potencialisht moralin dhe produktivitetin e ekipit. Në frontin shtëpiak, angazhohuni në biseda kuptimplote që forcojnë lidhjet me anëtarët e familjes. Financiarisht, qëndroni të qëndrueshëm, merrni vendime me kujdes dhe kujdes.
Për të ruajtur ekuilibrin, kënaquni me aktivitete paqësore që rikthejnë shpirtin tuaj, qoftë përmes meditimit, muzikës apo një shëtitje në natyrë. Përqafojeni botën tuaj të brendshme dhe lëreni të udhëheqë veprimet tuaja sot, duke ditur se përzierja juaj unike e ndjeshmërisë dhe kreativitetit ka fuqinë të sjellë shërim dhe harmoni për veten dhe ata përreth jush. 2 Qershori ju fton të rrjedhni me rryma kozmike drejt një dite të qetë dhe të frymëzuar. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.